أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Thot I madhreshmi Allah, ne do t'u bëjmë të mundshme që të shihni argumentet tona në horizonte. Në mos në horizonte, wa fi anfusikum, dhe në vetet e juja. Sigurisht pra besimtar, kjo është një ajet që na shtin pak me menua, edhe këtë Kurani na shtin me menu për diçka, me analizu diçka. Dhe besimtari I mirë e shtin kokën me menu edhe e shtin me praktiku diçka, me punu diçka. Ju shumica për ju jeni punëtor, pa marrë parasysh. Jeni punëtor që punoni punë të rënda, apo punë të lehta, apo jeni intelektual, merreni edhe në administratë apo punë të larta, pa marrë parasysh ajo punë, konsiderohet punë. Dhe sigurisht pra, si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, besimtari I fortë është më I mirë se besimtari I dobët. Por edhe pe dobtit ka dobija, ka dobi edhe pe dobtit. Dhe sigurisht pra, na ku ishim të bisedu bashkarisht në Belgji, pra në Belgjik që jena tash për momentin, sigurisht që unë thash qëllimi I ardhjes teme këtu ishte sikur qëllimi që ka caktuar Allah në Kur'an. Që thot Allah në Kur'an, unë nuk I kam kriju gjendë dhe njerëzit për tjetër veçse me madhëru. Po adhurimi s'do të me konë vetëm madhërim, po do të me konë edhe prodhim. Qysh prodhim? Me mjell një pemë të mirë. Dhe ajo pemë e mirë me konë edhe fjallë qoftë fjallë e mirë, sepse unë kur them pemë, nuk mundet me konë thjesht pemë, po mundet me konë edhe fjallë e mirë që jep një mesazh shumë të fuqishëm, edhe ndonjëri për jush e përçon këtë mesazh diku, e shkon tu përhap ai mesazh, e ndoshta bona unë sebeb që këtu në këtë tokë mi organizu juve, kuj dihet, ndoshta Zoti ka dashur që unë më ardhë. Jo ndoshta, sepse në Islam nuk ka rastësi, asgjë nuk është rastësisht. Rastësi ka vetëm te darwinistë atura, procesi rastësor, Edhe sigurisht pra Allahu ka kriju çdo gjë me një qëllim të caktuar, apo një motiv të caktuar, dhe qëllimi I ardhjes tonë këtë botë është me adhuru Allahin xhaleshanu. Mirë po adhurimi ku është? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, adhurim është edhe mu martu me pas marrëdhënie me bashkëshortet e tyre të mira. Edhe mu kujdes ndaj fëmijëve, edhe më siguru kafshatën e gojës gruas, fëmijës të shtëpia më çu buken, është adhurim, është pjesë e adhurimit. Edhe me nderu kujshin është adhurim. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ishte të muajt një hyjve, ditë xhumoje. Edhe fuli, shash shumë fuli për kujshin, që është du të me emeru e me respektu, sa që thanë sahabët shokë pranishëm, thanë me numë si do të me shku testament milion trashëgimi për pasuris. Imaginani. Ashtë shumë pra fuli për fuli. Po na, për shembull, ose ju, praktisht. Qeni këtu për shembull në lëndë këtu që ta konsideroj të huj, edhe pse ndoshta jeni bonë, pa ka shumë keni rani nivelin e tyre, sepse kulturën me ta do të bëheni, do të binin kulturën e tyre, se s'keni ka shkoni, ama lut Zotin që ta merrni kulturën e mirë tyne, jo kulturën e keqe, se ka edhe kulturë të keqe, po ajo nuk mund ta konsideroj kulturë. Respekti ndaj kujshirt, do t'ju tregoj një diçka shumë interesante. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas kujshin. Aleikum salam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas kujshin çifut. Hebrej. Edhe çka ka bo? Ka po xhakin, birën e xhakit si s'po qet tim, e ka ditë që s'ka bukë sot në shtëpi, ka thonë gruas vet, shkot vetë gruan e tina, a kanë bukë në shtëpi. Edhe në shku të dera ka përsi gruaja e tij, ka thonë a keni bukë, a kanë fëmija bukë? Vallahi sa s'na ka që bukë. I ka thonë mirë në rregull, si do të veprojmë? Ka thonë merre e ka da gjysën e bukës Muhamedi alayhis salam. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Shembullin më të mirë ke Muhamedit alayhis salatu wassalam. E pse kem na shembullin më të mirë Muhamedit alayhis salatu wassalam, tash do t'ju tregoj. Pra, po vetëm ta shpjegoj këtë histori. Vogël. E ndon gjysën e bukës, edhe ja çon edhe gjellën, si më thon pasulin ose çka do të që kanë qellu pe gjellës,
janë ta një jep gjysën qifutit. Imagjino qifuta. Edhe e patina. Edhe për kojshiju na. Shikoni çfarë respekti ndaj kojshiju. Mirë po, ky respekti Muhamedit alayhis salam, çka boni? Triumfoi, ha. Theu çdo okull, theu çdo barrier, saqë edhe qifut të pranuan Islamin. Edhe krishterët e pranuan Islamin. Sepse si udhëheqësa arabike ne e dim shumë mirë se ka pasur edhe qifut, ka pasur edhe politeista, domethënë mushrik, po ka pasur edhe krishterë. Kanë pasur gjitha llojet e besimeve. Mirë po Muhamedi alayhis salam me mençurinë e tij çka boni? I bashkoi gjitha besimet trak, edhe ja u serviri Islamin si një fe e cila nderoi tokë e qiell. Dhe pse është Muhamedi alayhis salam pra si shëmbëtyr për mbar njerëzimit, Muhammed arsalnake ila rahmatan lil alamin, ai është mëshirë për mbar njerëzimin. Muhamedi alayhis salam, si thot Aisha radhiyallahu anha, thot kana khuluquhu al-Quran. Thot Aisha radhiyallahu anha, morali i Muhamedit alayhis salam ka qenë Kurani. Edhe shpesh herë në transmetime tjera thot ka qenë Kur'an 2 kam që hes në tokë. Çudi thonë që Kur'an si hes me 2 kam në tokë, ha? Këtu po na vjen pak si ta them dy metaforë, krahasim. Në Islam është krahasimi, qiyas, konsiderohet qiyas. Qiyasin pra është krahasim. Dhe pse Kur'an që hes në tokë? Ha, tu do të me kap logjikën e problemit. Logjika e problemit këtu është se nëse na ecim në bazë të ajeteve të Kuranit dhe i shpjegojmë ato me analiza të thella, jo thjesht ashtu shablon, domethënë me kap senat veç ashtu edhe me i gjujt në vend. Ai ke po, ai mjeshtri i mirë, për shembull, një mjeshtër mi ka bë dhe mjeshtër të raftave të librave. Ai është mjeshtër i mirë. Edhe merr zanatin te diku. Ai bën mirë, edhe din ku me ngjite, din çish me lyet, din çfarë materiali më përdor, ose ai që merret me ndërtim ose arkitekti që formon planin e tij etj. E për mu fitu kjo mjeshtri, çka duhet me bë? Duhet me mësu jetën e Muhamedit alayhis salam. Mund thonë një dikush për josh hoç bra është tepër, po na ngarkon si tepër. A doni më tregu diçka? Për shembull, dëshmitarët e Jehovait, mund shpesh kom marr biseda të tilla. Më treguan disa vëllezër këtu, kanë shku, kanë kërsit një derë, kanë dashur me i dhënë në gjuhën franceze apo çfarë flamone, çfarë gjuhë këtu flitet, varet nga rajoni sigurisht. Po. Kanë shku me ia dhënë Kullën e Rojës, është një revistë e tyre, besimin e tyre. Kanë shku edhe ai i ka thonë, mos di, vesh shqip di me fol. Mirë ka thonë, vim na më vonë. Ja kanë çu për kthysin ose ja kanë çu njëri si flet gjuhë shqipe, ja kanë pruar edhe revistën gjuhë shqipe, ja kanë dhënë veç urdhëmsa. Imagjinoni pra çfarë përgatitje kanë ata, edhe pse kanë atë spektrin e tyre, mendimin e tyre, që ata, shikoni çfarë mendimi kanë ata. Ata thonë që xheneti është këtë dynjë. Imagjinoni. Edhe thot vetëm një 140.000, 150.000 thot do ta sundojnë botën, kurse na të tjerë kena më shku në Kazan Plenit ose kena më shku në Kosht Plenit. Çfarë ide të gabuar. Mirë po, aq të fuqishëm, aq të përgatitur për fen ato idenë e tyre. Edhe çka? Ata s'kan as në oftasore as kur gjë, po janë një trup, janë një grup i caktuar që gjithë secili me financime të vogla që ashtu cak e botojnë me miliona kopje atë revistë, e përkthejnë tona gjuhë e botës për m'ia mundsu tjerëve me bon sa më shumë antar. Kurse na jem feja më nderuar, jem besimi më i nderuar në rrezullin toksor, edhe çka, kur vjen puna në me bë diçka, të nalem stepen, ha? Nalem. Unë e kapa një ide shumë të fortë. Thash, për shembull është dikush tonë që janë 200 familje, këtu dikush 300, dikush 400. Nëse s'ka rëndësi, po më rëndësi që keni kap 100 sa apo 200 sa familje. Vallahi 200 sa familje është turp mos me pas i dhom 4x4, ku mu mbledh edhe me najt, sikur jemi të najt këtu në këtë xhami që faktikisht kjo xhami po shihet se po ka ndërtu, edhe pe dini shumë mirë po ju duhet më organizu. Ju duhet më organizu edhe më ia dhon dorën njëri tjetrit me bashkëpunu me njëri tjetrin në punë të hajë, punë vepra të mira. Sepse thot Zoti në Kur'anin famlar, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah.
ata të cilët bojnë vepra të mira janë krijesa më e dashur e Zotit. A do me konë krijesë e dashur e Zotit, me dash Zotit? Me fitu ridvan e Allah, me fitu knetësinë e Allah, sigurisht që çdo njëri prej nesh e dojmë këto. Edhe çka? Islami nuk është me bërtima, me ulërima. Po du m'ja tregu një rast shumë interesant, ndoshta se keni dëgjuar përpara. Kom taku para ca kohësh takova me ftiun e Shkodrës, Muhamet Sutarin. Ka qenë nxënës i Sulejman Efendi dhe Vigavoçi. Edhe ai kishte dashur me marr dietarin e njohur, me bën disa intervista për Ramazan, para mediave, para televizorit e ku ta diu, kupton. Po ai është kolos i lapsit, ka shumë vepra të fuqishme. Edhe është njoft si i madh i methebit Hanefi. Në takim bisedë me sipër i thot unë po du me iftu gazetarët e mediat e krejtë me filmua, me bo regjistrime, ku ta diu. Normal për tyre ka hajrë, se një video mund të shohin 1 milion veta. E 1 milion veta me dëgju këto fjallë është punë shumë e madhe. Punë e cila shpesh dietarët islam, ose ka pak punë nëse ma qanë. Shpesh dietarët islam thonë që ulemaja thonë që zbulimi i kompjuterit, ka qenë një zbulim epokal. Pse? Thuhet ka qenë hap 10 shekullor. 10 shekuj me bon të më thonë me përmirësu gjendjen. 10 shekuj. Ulema të vallaj. Kompjuteri është gjë madhështore. Thonë dietarët sot islam bashkohor që me përdor kompjuterin të më thonë njëri mund bën shumë shërbime të mëdha. Përpara kon makina e shkrimit kanë ndjek njerëzit copa, me bën me të prish faqja e parë dush me shkye e me të shku krejt puna dëm. Tash kompjuter, telefona, iPhone, ku ta diun lloj sene për me bën dava, me thirr njerëzit në islam. Për shembull, ju keni përdorur sot, për shembull, jam i bindur, vesh një mesazh ja u keni çuar 20-30 vjetëve, i keni lajmëruar që unë do të vi sot. Edhe do të marrët një ligjërat nga një hoxhi i caktuar. Pak rëndësi ka unë aty pushtete. Pra, është mundësia. Vallai nuk do të thonë që s'është mundësia. Bismillah. Ku du të dalë me këta? Në shekullin 21, vallai, po du me ju kallëzu diçka që është pak me ushtime me menu. Pe i vendit ku vijone. Xhamia e vjetër që o marru, nuk vi pe një vendit që Dojan Buja, nuk kanë muaj dikur thonë që në konferenca e Bujan, për Bashkim Kosovë, Shqipëri. Po, e tjerë, kanë qenë ato idetë e tyne. Xhamina, dini se kanë marru? Kanë kallëzu vjetër. O konë lumë ma poshtë, një pruar shumë i madhë, edhe shumë i rrezikshëm se të ka shkit koma ki mujt me thuj kryet, i kanë marrë gurë shpinë, jepja njoni kalo tjetëri, jepja njoni kalo tjetëri, jepja njoni kalo tjetëri, njoni tu e tu në loqin, çak, dung, e kanë bon xhamin, e kanë nërtu xhamin. Tjetëri ka prej drunë të malë, ka ardhe, ka ljedhë stelat, në gjithë baskijat, e kanë rregullu xhamin, e kanë nëjsh xhamin. La ilaha illallah. Çfarë besimi, çfarë fuqie? Fuqia vjen vetëm se pe Allahit, imani i nalt. Tash kem bë dhe xhamin e reja që bët hapet tash inshallah me të Allahit në atë fshat. Sepse ajo vjetra ka qenë shkatruar me sistemit komunist. Mirë po ju tregova diçka që ju me ushtim me menu, se këtë ideja është që ju me ushtim me menu. Imagjinoni çfarë kushte të vështira e kanë bërë xhamin, kushte primitive. Sot, po flas sot, shekull 21. 2 kërkesa, 3 kërkesa, bën një bashkësi islame të caktuar në Evropë ose kudo. Ose takoj njerëz që kanë firma të mëdha, biznese të mëdha. Ose edhe nëse nuk takoheni hiç me ata ose zgjoni adresat tyne. Ju vetë personalisht, unë di këtu disa vëllezër që kanë nisë 10 vjet, 20 vjet, ja kanë nisë kanë bërë xhami me 450.000 euro ose 400.000 euro. Kanë bërë. Shiko çfarë ideja. Na e kapëm me disa vëllezër një ide shumë të fortë. Thamë nëse na i mbledhim shumë pak porë, na mujna një doktor shkencave me nxjerr si xhamat. Me pas një doktor shkencave musliman, viset shqiptar me ardhmë me ju ndëru ju këtu. Edhe me thonë filon xhamat ose filon grup i caktuar më janë bë sebeb që unë me kon sot doktor i shkencave. Unë e modha. Na du të mu krenu me njerëz elitar, intelektual, në akademi me hi atje. Na nuk du të me nejtë çoban të tjerëve dhe sklever.
Muhamedi alayhis salatu wassalam pse lutej për xhenetin Firdaus? E kërkonte xhenetin më të mirë, e kërkonte punën më të mirë, e kërkonte tokën më të mirë, i kërkonte gjonat më të mira. Pse i kërkonte më të mira? A ki po nxon si mirë lyp notën maksimale. Edhe na kena shef me kon të përpik në punën tonë si me pas përfitim për asaj pune. Ku du të dal me këta? Nëse brezi ju nuk shkollohet, nuk arsimohet, nuk bëhen magjistra, doktora, profesora, njerëz të elitës, të lartë që janë faktor ndikues, na nuk kena me arrit kurrë. Thjesht kemi në met shëgjer të tjerëve, sklever të tjerëve, fatkeqësisht po shprehna kështu. Çka ka bën du m'ja u kallëzu një san shumë interesant. Ka qenë Halid ibn Walidi edhe një sahabi i njohur, Ubejd ibn Jarrah, është quajtur ashtu, ka pasur. Ta dy veta tregon një dietar i njohur Abdul Qadir Arnauti, ta dy veta kanë çelë Shamin. Dy burra janë thonë ata. Dy vetë këtë Shamin, si është sot Shami quhet. Edhe sot fatkeqësisht është hinë.